E pjekur apo e papjekur? Ja cila banane është më e mira për shëndetin tuaj. Frutat e pjekur dihet se ndryshojnë në përmbajtjen e lëndëve ushqyese. Nivelet antioksidantëve të bananeve rriten kur ajo bëhet më e verdhë, por plotësisht e pjekur dhe ka njolla të errta për lëkurën, lëndët ushqyese ndryshojnë nga përmbajtja që kthehen në sheqerna të thjeshta. Këto sheqerna që treten më lehtë. Bananet e pjekura, edhe nëse janë mjaftueshëm të pjekura për të pasur shenja të zeza, janë opsioni më i mirë. Sipas ullëtimeve të fundit, bananet shumë të pjekura janë efektive në mbrojtjen e shëndetit pasi përmbajnë TNF, i cili ka aftësinë të veprojë kundër qelizave jo normale. Përveç kësaj, ka më shumë elementë ushqyes të bananet e pjekura. Bananet e papjekura përmbajnë më shumë nisteshte rezistente, e cila mund të jetë shumë e rëndësishme në disa raste, por ekspertët vazhdimisht këshillojnë bananet e pjekura mirë në mënyrë që përfitimet e tyre në shëndet të jenë vërtet të plota.